Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftojë të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Në të katërtën ditë të radhës, qytetarët e Gjirokastrës kanë dalë sërish në protestë për të shprehur pakënaqësi ndaj problemeve që sipas tyre nuk po marrin zgjidhje dhe përndojnë çdo ditë jetën në qytetin e Gurt. Varfëria në rritje, mungesa e vendeve të punës, largimi i të rinjve, shërbime publike të dobta apo inekzistente dhe neglizhenca ndaj infrastrukturës janë ndër shqetësimet kryesore të ngritura nga protestuesit. Për të katërtën ditë radhës, qytetarët e Gjirokastrës dolën protestë për të shprehur pakënaqësi ndaj problemeve që sipas tyre përndojnë çdo ditë jetën në qytet. Varfëria në rritje, mungesa e vendeve të punës, largimi i të rinjve, shërbime publike të dobta dhe neglizhenca ndaj infrastrukturës ishin ndër shqetësimet kryesore të ngritura nga protestuesit. Megjithëse Gjirokastra është nga qytetet më të rëndësishme historike dhe turistike të vendit, shumë banorë shprehen se përfitimet ekonomike nga turizmi nuk po reflektohen në jetën e përditshme të komunitetit. Ndërsa qendra e qytetit vizitohet nga turistë përgjatë sezonit, shumë lagje periferike dhe zona rurale vijojnë të përballen me rrugë të amortizuara, mungesë investimesh dhe shërbime të pamjaftueshme. Një vëzhgim në terren tregon se në lagjet e qytetit vijojnë probleme me kanalizimet, pastrimi, rrëshqitjet e dherave dhe dëmtimet e rrugëve dhe shkaktuara nga rreshtet e muajve të fundit, ndërsa banorët tonë se denoncimet e tyre shpesh me të papërgjigje dhe se ndërhyrjet institucionale janë të pakta ose të vonuara. Protestuesit kërkuan gjithashtu investime në infrastrukturë, mbështetje për familjet të nevojë, politika që nxisin punësimin e të rinjve me më shumë transparencë në përdorimin e fondeve publike. Dhe ngritin gjithashtu shqetësimin se shumë projekte promovohen si zhvillim, ndërsa problemet bazë të komunitetit vijojnë të mbeten të pazgjidhura. Këtu, siç e thash edhe dje, kjo nuk është protestë, po është një mision bashkëkombëtar. Na janë rrudhur të drejta, na është vjedhur demokracia. Një kryeministër harput dhe arrogant, që mendon se Shqipëria nuk mundet pa të. Kush është ky? Të kthej urgjent ligjin e referendumeve, të na kthej demokracinë, pikë. Jap llogari për largimet masive të shqiptarëve. Pse ndodhi? Pse? Na rref gjoksin dhe thot investim 4 miliard dollar atje në nart. Atëherë ne kemi gjithë të drejtën t'i themi sa kanë fituar shqiptarët nga puset e naftës dhe nga pasurit toksore. Sa? Ashtu që edhe nga ky investim 0,00 kemi përfituar ne. Thjesht oligarku nuk e dim se kush. Që kështu vrisni frikën dhe janë i protestojnë për drejtat tona. Dje jemi shtuar dhe më shumë sot dhe kjo është një protestë e drejtë për ne. Ne nuk duam asgjë nga kjo qeveri, po duam që vetëm ta të largojnë. Sepse nuk kam zgjidhje me këta. Me këta u munduam në të gjitha format e protestës është tentuar në Shqipëri dhe asnjë nuk ikën. Të gjithë lozin me ne, të gjithë dallen me ne dhe pretendojnë që ne jemi ca bemje që nuk kuptojmë asgjë dhe po dalim këtu po me amat bukën si të gjithë. Këtu duhet flitet më shumë për dinjitet. Dinjiteti është ajo gjëja që ne duhet t'u lëmë kalamajve tanë. Dhe dinjiteti është ajo që ata të kenë lirinë. Liria vjen si nga liria ekonomike, po dhe nga liria psikologjike. Largohu Sali Berisha, qëroni nga politika juaj e ndyrë. Forcën e ka populli dhe kauza do jetë deri në fund. Rroftë Shqipëria. Shërbeti na ka ndarë, jam ende fëmijë, po çmimet janë rritur më shpejt se unë. Një në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Këshilli i Ministrave ka miratuar njësër vendimesh në mbledhjen e dieshme, më 10 qershor. Në fokus të vendimeve janë marrëveshje ndërkombëtare, projekte infrastrukturore dhe politika sociale dhe mjedisore. Qeveria ka propozuar ratifikimin e marrëveshjes me Gjermaninë për bashkëpunimin teknik në fushën e sigurisë ushqimore dhe për afrimin me Bashkimin Evropian. Po ashtu është propozuar miratimi një huaje nga Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim për rehabilitimin e hekurulës Tiranë-Durrës dhe lidhjen me aeroportin e Tiranës. Është miratuar dhe plani kombëtar për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike 2026-2036, si dhe plani veprimit për personat me aftësi ndryshe 2026-2030. Në parim është mbështetur marrëveshja me Italinë për mbrojtjen e pasurive pyjore në kuadër të projektit EU for Forest. Pra, Europa përpyet. Qeveria ka vendosur gjithashtu për shpronësime në interes publik dhe kompensime financiare për pronarët e pronave të prekura nga legalizimet. Vendimet përfshin edhe masa për forcimin e vullnetarizmit, administrimin e pronave shtetërore dhe krimin e rezervës së armativeve për forcat e armatosura.
Amnistia penale pritet të kalojë në parlament për votim më 18 qershor dhe në fund të korrikut do të dalin nga burgu ata që përfitojnë nga ky vendim. Detajet rreth nismës së qeverisë i ka dhënë zëvendës ministri i drejtësisë Tedi Dobi. Më datë 18 qershor pritet të bëhet miratimi në Kuvendin e Shqipërisë dhe më pas nga presidenti publikimi në fletoren zyrtare dhe në fund të korrikut shqiptarët të bashkohen me familjarët e tyre, është shprehur Dobi. Amnistia penale parashikon që 380 persona të lënë qelin, ndërsa 900 të tjerëve do të ulet dënimi. Amnistia parashikon pushimin e procedimit për veprat që dënohen deri në 3 vite burg. Nuk do të përfitojnë ata që janë subjekti spakut ose janë dënuar me vendim të dhënë nga gjykata e posaçme. Çmimet në vend vijojnë të rriten me ritme të ndjeshme, sidomos gjatë 2 muajve të fundit. Inflacioni arriti në 3% në muajin maj, niveli më i lartë në 29 muaj, i nxitur kryesisht nga rritja e qirave, çmimet e ushqimeve dhe kostave të transportit. Shëndimi i energjisë së bashku me rritjen e kërkesës turistike për akomodim kanë ushtruar presion të fortë mbi koston e jetesës, duke i bërë atë të papërballueshme për shumë qytetarë. Çmimet në vend kanë hyrë në një tjetër valë rritje, duke prekur drejt shpenzimet e familjeve shqiptare. Të dhënat të fundit të Istat tregojnë se inflacioni u gjit në 3% në muajin maj nga 2.2% që ishte një vit më parë. Ky është niveli më i lartë në 29 muaj që nga janari 2024, kur treguesi ishte 3.4%. Edhe në prill, inflacioni kishte kursuar në 2.7%. Pas kësaj rritje qëndron kryesisht shqetimi i qirave, ushqimeve dhe transportit. Ekspertët vlerësojnë se presioni mbi çmimet po vjen nga faktorët e kombëtar, por edhe nga zhvillimet e brendshme të tregut. Ndërkohë Banka e Shqipërisë dhe FMN paralajmërojnë se inflacioni dhe pritshmëritë për çmimet do të mbeten në monitorim të vazhdueshëm për gjatë muajve të ardhshëm. Mira protestues u mblodhën përsëri në Tiranë përpara zyrave të kryeministrit Edi Rama për të protestuar kundër ndërtimit të një resorti luksoz për 1.6 miliard dollarësh, shkruan gazeta italiane La Repubblica. Sipas saj, projekti i mbështetur nga fondi i Kushner dhe Ivanka Trump do të ndërtohet në një zonë të mbrojtur natyrore dhe në ishullin ushtarak të Sazanit. Aktivistët të cilët dolën në rrugë me flamingo të fryrë të ashtu quajtur revolucionin e flamingove denoncojnë shkatrimin e ekosistemit lokal dhe mungesën e transparencës në leje. Protestat të cilat kanë vijuar për më shumë se 10 ditë u nxitën nga shfaqja e buldozerëve dhe gardhët të parë në zonën bregdetare. Për hapja virale, një video që tregonte një aktivist që largohej me forcë nga era private e sigurisë solli reagimin e protestuesve dhe qytetarëve shqiptar. Ndërkaq edhe Reuters i ka dedikuar pikërisht protestave në Tiranë një tjetër artikull. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmash. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu.